na duhet të apelojmë që të kemi një koordinim të shtuar apo një bashkëpunim me qytetarët në zonat thella malore, që strukturat të ndryshme lokale, si të atyre që menaxhojnë me pyje, po dhe strukturave tjera, sektorëve tjerë, të shtojnë kujdesin, sidomos në kohrat me rrezikshmëri të lartë. Ne po futemi në një periudhë kur temperaturat janë të larta, lagështia e tokës është e ulët dhe ka potencial të madh për të shkaktuar zjarr. Në aspektin legjislativ, ligji për pyjet përcakton se ndezja e zjarreve afër pyjeve është vepër penale, sankcionohet me ligj edhe gjithë ata persona që bëjnë një veprim të tillë ballafaqohen me fuqinë e ligjit. Ky ligj në 36 ka përcaktuar se 500 metra afër pyjeve është ndaluar ndezja e zjarrit në natyrë. Zjarri në natyrë mund të ndezet vetëm në vendet e parapërcaktuara dhe aty ku ka kushte ose që është e përcaktuar paraprakisht.